Rreth 2 muaj më parë, në media qarkulloi një lajm sipas të cilit një 31 vjeçare nga Mallakastra dyshohet se ka dhunuar vjerën pas një konflikti familjar. Menjëherë pas konfliktit të pretenduar, e moshuara shkoi në polici duke u pajisur me urdhër mbrojtje. Ndërsa nusja e akuzuar për dhunë erdhi tek ne. Kam një konflikt me vjerën, më akuzon për dhunë në familje. Ngjarja për të cilën zonja 31 vjeçare akuzohet ka ndodhur më datë 27 janar. Unë atë ditë jam ngritur në mëngjes, kam bërë fëmijët gati, vjerën nuk e kam parë fare sepse ajo flen në një dhomë vete me derë mbyllur. Siç e shpjegon Fatma, gjithçka atë ditë ka nisur normal me rutinën e përditshme të një familjeje. Jam ngritur, kam dalë dhe mbaj mend të orën shumë mirë, ka qenë ora 8:05, kam çuar fëmijët në shkollë, nga shkolla kam shkuar për në punë. Atje kam ndaluar në një byrektore, ka qenë ora 8:13 minuta. Gruaja shpjegon gjithçka me itinerarin e lëvizjeve, ndalesat, orën e saktë dhe këtë e vërteton edhe kamera e sigurisë së këtij biznesi, ku ajo ka ndaluar pasi ka çuar djemtë e saj në shkollë. Në videon që mban datën 27 janar 2026, shihet Fatma duke hyrë në byrektoren që ndodhet në qendër të Ballshit. Ora shënon 8:14 minuta e 28 sekonda. Ajo ka qëndruar 1 minutë e 44 sekonda aty dhe në orën 8:15 minuta e 27 sekonda ka dalë nga dyqani. Po pse janë kaq të rëndësishme detajet e lëvizjeve të Fatmës, e cila akuzohet për dhunë nga vjera? Ja ta shpjegojmë. Në deklaratën e dhënë në polici, Ilmia Yzeiraj, vjera e Fatmës, thot se sot në mëngjes, rreth orës 8:30, ngrihem, shkoj në banjo, shikoj një pajisje për tharje rrobash që e kishte çuar nusja Fatime Yzeiraj dhe unë e heq nga priza atë dhe i them asaj pse e ke vendosur pajisjen dhe ajo më thot nuk ke punë me këtë. Ajo e vendosi prap pajisjen për tharjen e rrobave. Aty unë prap e hoqa nga priza pajisjen dhe dola nga banjo dhe i shkoj në sallon dhe ajo në këtë moment më shtyen dhe unë bie për tokë te tapeti. Gjithçka për një tharse rrobash. Sipas vjerës, por nusja ka një tjetër version, madje të dokumentuar. Sepse, nga byrektoria ku ka qëndruar për 1 minutë e 44 sekonda, ajo ka dalë në 8:15 minuta e 27 sekonda, ndërkohë që në orën 8:16 minuta e 21 sekonda, pra në më pak se 1 minutë, është paraqitur në sallonin estetik ku punon, I cili ndodhet shumë pranë byrektores ku ajo ishte ndaluar. Ky itinerar vërtetohet edhe nga pamjet filmike të një biznesi tjetër pranë vendit të punës së 31 vjeçares. Qëndrimi I Fatmës në punë nuk ka zgjatur shumë. Kam dalë në orën 9:40 nga puna. Edhe ky fakt vërtetohet sërish nga po e njëjta kamera sigurie, nga e cila shihet se si në orën 9:40 minuta e 3 sekonda ajo del nga salloni. Për të qenë të saktë, zonja ka qëndruar në punë 1 orë 23 minuta e 18 sekonda. Vjera pretendon dhe më akuzon se unë e kam dhunuar nga ora 8:30, gjë që nuk është e vërtetë sepse unë nuk kam qenë fare në shtëpi. Por çfarë ndodh më pas? Pa ditur se çfarë po bëj, 31 vjeçaria vijon me rutinën e saj, duke shkuar në shkollën e fëmijëve për të takuar mësuesen e njërit prej djemve e më pas për të kthyer sërish në punë. Ndërkohë në banesë po bëhej nami. Shkoj rreth orës 10:30 për të gatuar për fëmijët në shtëpi, shikoj ambulancën dhe policinë në fund pallatit. Më shikon shefi atje dhe zbret nga makina. Më thot, kemi ardhur këtu, thot, sepse vjera juaj, thot, ka bërë një kallëzim, thot, që ju e keni dhunuar sot në mëngjes, në orën 8:30, thot, dhe ne po shkojmë në spital, thot, për verifikime. I thash, çfarë po thua? I thash, sepse unë kam qenë në punë dhe tani po vi, thash, që kur kam dalë me fëmijët. Nuk e di, thot, si qëndron e vërteta, do vish poshtë në komisariat kur të thrasim ne. Shkova, dash deklaratën time atje dhe vazhdoi procedura pastaj. Nesërmen isha në gjyq, që gjyqi I dha urdhër mbrojtje të menjëhershme. Sipas gjykatës, nusës 31 vjeçare I është ndaluar të afrohet përtej një distance prej 10 metrash vjerës së saj, Ilmia Yzeiraj, dhe gjithashtu të kryej apo kërcënoj se do të kryej vepra të dhunës në familje ndaj saj. Në këtë situatë, pasi kupton se për gjykatën fajtore e dhunës konsiderohej ajo, nusja vihet në lëvizje për të vërtetuar të kundërtën. Të nesërmen pas gjyqit, që gjyqin e kisha në orën 9, unë jam kthyer nga gjyqi dhe kam mbledhur provat. Prova që I shfaqën më herët dhe që tregojnë se në orën kur supozohet që zonja Ilmia të jetë dënuar nga nusja, kjo e fundit nuk ka qenë as pak në banesë. Po pse duhej që vjera të shpikthej një konflikt që me sa duket nuk ka ndodhur, ose ka ndodhur në një moment tjetër, por jo në orën 8:30 të 27 janarit. A mos shihet një tjetër histori dhune pas kësaj? Nga bashkëshorti unë kam marrë një urdhër mbrojtje, sepse është akuzuar për dhunë në familje, më rrifte mua dhe fëmijët e mi. Duhet të rri 100 metra distancë. Këto pretendime të Fatmës janë të shoqëruara edhe me foto ku shihen qartë shenjat e dhunës në fytyrë dhe në trup. Po gjykata
gjykata pse nuk I mori në konsiderat këto prova tronditëse të 31 vjeçares. E thjesht, Ajo nga turpi nuk I kishte dorëzuar dhe madje nuk ja kishte treguar asnjëriu, duke u vetë penalizuar në këtë proces ku akuzohet për dhunë ndaj vjerës. por problemi real nuk është raporti me së rriturve, sepse siç ndodh shpesh në të tilla situata përplasjesh, viktimat e vërteta janë fëmijët. Djali I madh, vetëm 11 vjeç, I tensionuar për çfarë po ndodhte, kërkon informacion ligjor nëpërmjet internetit. Ndodhi në Mallakastër. Mami im ka shumë prova se atje ka kamera. Me sa vite burg dënohet nëna ime. Ne po na strehon babi mamit. Ne kur ikim atje tek shtëpia jon, babi na ishte të zvar dhe nëna na nxirte thikën dhe ne kemi traumë natën kur flem. Një situatë familjare që kërkon një zgjidhje të menjëhershme, së pari për fëmijët. Kam dhënë versioni tim dhe nuk do të diskutojmë. Kam dhënë të gjithë. Nuk më shpjegoni thjesht si ka ndodhur. Se më shqetëson vetë kur duhet ta përmesa. Sepse zonja ka disa prova që nuk lidhen me deklaratën që keni bërë ju. Ju thoni më ka dhënuar në 8:30 të mëngjesit dhe ko janë videot. Po e sqaron në policie. Që nuk ishte 8:30, po ishte 8:30. Që lajmëruar motra, në 8 ndodhi. Në fakt zonja është shprehur që konflikti ka ndodhur në 8:30 të mëngjesit, gjë që vërtetohet edhe nga kjo deklaratë e firmosur prej saj në polici. Kanë marrë vajtën me to, sqaron dhe për këtë. Dhe dori polici zonës që në 8:30 thosh atje që kam lajmëruar motrën. Ju thoni, jam me banim në adresën e mësipërmen dhe sot në mëngjes rreth orës 8:30 ngrihem dhe shkoj në banjo. Pak rëndësi. Po jo pak rëndësikal, sepse janë dy gjëra që ju akuzoni ish nusën dhe nusja ka prova që është në punë atë orë. Policion për këtë orë. E çfarë deklarua ditën tjetër? Po, dhe e pa në ta që I shkryt, që në 8:30 në 8 ndodhi. Zonja vijon të këmbgul që gjithçka ka ndodhur 30 minuta përpara asaj që është deklaruar në kallëzim. Thënë shkurt, kjo 62 vjeçare pretendon se oficeri I policisë gjyqësore ka ndryshuar orarin. E ka shkruar oficeri gabim? Jo, e kanë marrë ta, oficeri ishte Jo, Oficeri ka ndryshuar orarin, oficeri është në rregull. Zonja ngatërohet keq me fjalët e veta, aq sa po na bën lëmsh edhe ne. nuk ndryshohet deklarata që ju bëni, si bie që keni gënjyer. Ju e dini që mund të akuzoheni për deklaratë të re, është vepër penale deklarata e re. din të tjetër. Sepse ka prova që zonja ka qenë në punë atë orë që ju thoni që ka qenë në shtëpi për dhunë. Pavarësisht kësaj, zonja e mëshuar duket tepër e qetë, duke mos e vrarë as pak mendjen për çfarë ka ndodhur. A keni shenja dhune? Jo, e kam deklaruar gjatë ditës. Po si ju ka goditur? Jo, më shtyt, më mërën tutet aty, shumë na mbra. Të shtyt? Zakonisht kur shtyhesh, ndoshta një gërbishje, një skuqje, një nxirje, një dërmim, një shenjë. Është tonë aty. Si të shtyt, shumë. Nuk keni pasur shenja fare. Gjatë, në kam e do, kam adin, të janë gjenë në shok. Sipas jush, pasi t'ka dhënuar, ka dalë nga shtëpia, ka ikur, çfarë ka bërë? Pastaj u kthye prapë kur pa policin, si ishte? Saj, po e një heri, ose këme. Orarin e ka ngatëruar. Për përplasje nuk ka asnjë fakt. Sa e besueshme mund të jetë kjo zonjë në atë që thot. Jo, orën kur ju ka goditur e mbani mend kohën që keni shkuar në polici, nuk e mbani mend? Para dite që Para dite. brenda orës 10, them se kam mbaruar në spital, Okej, ose në aty u vënë. dakor. Se Kemi ndenjur rreth në ora 1 shumë. deri në orën 1 keni ndenjur në polici. Deklarata është marrë në 2 të drejtë, sipas policisë. Po jo, po I thoni ju këto, s'po I them unë. Po të duhen në shoh ato. Këtu kemi diçka tepër interesante. Vjera tashmë pretendon që është dënuar në orën 8 të mëngjesit, ka marrë motrën në telefon në 8:26, pra ka pritur plot 26 minuta për të bërë telefonatën e parë. Më pas, bashkë me motrën ka shkuar në spital, nga ku siç thot, ka dalë në orën 10 të paradites, duke vijuar rrugën drejt policisë për të bërë kallëzimin. Por këtu kemi një tjetër mospërputhje. Sepse sipas proces verbalit të oficerit të policisë gjyqësore, dëshmia e 62 vjeçares është parë në orën 14:30 minuta. Plot 4 orë gjysmë pas daljes nga spitali. Dëshmia e rrem është vepër penale që dënohet. Gjithmonë, nëse do të ketë vullnet për t'u hetuar. Unë dua të zbardhet e vërteta, sepse e para nuk jam një dhunuese, e dyta s'kam se si të dhunoj një si vjera ime apo cila do qoftë ajo,
dhe kërkoj vetëm zbardhjen e çështjes, që unë të dal ajo që jam, jo ajo që pretendojnë se jam.